Si paraqitet situata nga rreshjet në qarkun e Fierit? Në fakt nga monitorimi që i kemi bërë pothuajse gjithë natën dhe në orët e para të mëngjesit, për fat keq Vjosa është duke rritur goxha prurjet nga të dyja degët e saj. Nga informacionet më të fundit që kemi në Memalia, aty ku kemi edhe një shkallë matës, niveli pothuajse ka shkuar 6 dhe sipas gjithë përvojës son të viteve të kaluara, kur kalon 6 dhe kur i afrohet le themi 6.5, atëherë fillon edhe shfaqet rreziku për gjithë zonën tonë. Sigurisht është dhe ajo koha që nevojitet prej 5-6 orësh, që prurjet këtu pastaj të fillojnë të kapin maksimumin, por ajo që dua të theksoj është fakti që ndoshta kemi ardhur momentin që duhet fillojmë të sensibilizojmë, duhet fillojmë të njoftojmë njerëzit, kryesisht banorët që janë le të themi pranë Vjosës dhe që përgjithsisht edhe nga vitet e kaluara kanë pasur probleme. Ndoshta nëpërmjet jush do doja t'i bëja thirrje të gjithë atyre që të fillojnë të evakuojnë në radh parë le të themi baktit që mund të kenë në përstanet e tyre afër Vjosës dhe pastaj sigurisht gradualisht duke marrë masa edhe për ndonjë oriendi apo sende të ndryshme që mund të kenë të vetat. Masa konkrete ne kemi filluar njoftimin e banorëve që në orët e para të mëngjesit nëpërmjet kryepleqve, nëpërmjet administratorëve të njësive për bërë sensibilizimi, por sigurisht edhe roli juaj këtu është i pazëvendësueshëm në këtë mes. Jemi në monitorim të situatës, e gjithë bashkia është në emergjencë të plot. Po afrojmë gjitha mjetet që kemi ne, kamiona, skrepa për çdo moment që mund paraqitet dhe çdo ndërhyrje që mund nevojitet në territor. Besojmë dhe shpresojmë që me masat që dhe investimet që kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, sigurisht nuk do të kemi ato për masa le të themi që ka pasur në shumë vite të shkuara. Por ende nuk mund ta themi me siguri nëse Vjosa do të dalë apo jo, por më mirë të marrim masat sigurisht se sa. Cilat janë pikat më të nxehta që pritet që të dalin? Po padyshim nisur nga praktika e viteve të shkuara, fshatrat këtu ku jemi afërsisht, pra qoftë nga krahu i Vlorës, qoftë nga krahu i Fierit, fshati Ferrat, fshati Novosel, dhe pastaj sigurisht ndofta për shkak ose duke u nisur nga niveli i prurjeve që për momentin nuk e përcaktojmë dot, ndofta edhe diçka pjesa e poshtme le të themi në fushat e Darzezës. Domethënë këto janë pak a shumë pikat e rrezikut, ndërsa pjesa sipër Vjosës, pra duke filluar në fshatrat e Frakullës, të Cakranit i kështu me radhë, edhe për shkak të nivelit që janë pak më të larta, nuk paraqesin rrezik, sepse asnjëherë s'kan pas rrezik nga përmbytjet që kanë ndodhur. Gjendja e hidrovorëve cila është? Besoj hidrovorët janë punë, kanë ditë që janë punë, sepse kjo situatë është lajmëruar që javës që shkoi, padyshim hidrovorët janë punë. Nuk kemi pas edhe ndërprerje energjie për fat mirë në zonën tonë, ndryshe nga disa zona të tjera të vendit që me që kemi mësuar ka pas edhe ndërprerje të vogla të energjisë elektrike. Kështu që besoj hidrovorët janë punë, por padyshim që tek Vjosa nga përvoja që kemi ne ka edhe një sër faktorësh të tjerë, duke niveli prurjeve po se po, por padyshim edhe ndofta drejtimi i erës, niveli i fryrjes së detit si ndikon le të themi në Gryqderdhjen e Vjosës e kështu me radhë. Por le të shpresojmë që situatën do ta kalojmë mirë.